Në prag të festave të fundvitit, rrugët e sheshit të Shkupit janë mbushur me lypsarë të shumt. Në zonat më të frekuentuara të qytetit, para qendrave tregtare, semaforëve dhe shesheve kryesore, çdo ditë shihen më shumë persona që kërkojnë lëmosh nga kalimtarët. Në të shumtën e rasteve ka edhe fëmijë që në temperaturat e ulta keqpërdoren dhe detyrohen që të qëndrojnë me orë të tëra në një vend për të kërkuar lëmosh. Disa tjerë gjatë festave të fundvitit janë shndruar edhe në artistë të rrugës që të grumbullojnë para nga kalimtarët. Në këtë kohë gjithmonë është njëjtë. Nuk e di se çfarë po ndodh, por çdo vit është njëjtë dhe mendoj se janë grupe të organizuara që i sjellin fëmijët këtu. Më vjen keq dhe duhet të ndërmerret diçka me këtë situatë kritike dhe flas për fëmijët. Kjo dukuri nuk është normale. Shoqëria duhet të ndërmerret me këtë dukuri. Është pamje e tmerrshme, sidomos për të huaj që tani janë me numër të shtuar. Mendoj se duhet të ndërmerret diçka më serioze. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se për shkak të shtimit të numrit të lypsarëve, sidomos gjatë festave, janë shtuar edhe kontrollet nga ana e tyre, ndërsa deri tani janë ndërmarrë edhe disa aksione kundër keqpërdorimit të fëmijëve dhe detyrimit që të kërkojnë lëmosh. Në bashkëpunim me entin publik, Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale, MPB ndërmerr masa dhe aktivitete ndaj personave që lypin. Nga ana e MPB-s, ndaj prindërve të fëmijëve që lypin parashtrohen kallëzime penale sipas nenit 201 të Kodit Penal pranë Prokurorisë Publike Themelore Shkup për procedurë të mëtejme. Shtimi i numrit të lypsarëve lidhet me faktorë të shumtë, përfshirë varfërinë, papunësinë dhe mungesën e mbështetjes sociale për kategoritë më të rrezikuara. Veçanërisht shqetësuese është edhe prania e fëmijëve dhe të moshuarve në rrugë, të cilët shpesh frytëzohen ose detyrohen të lypin për të mbijetuar.